Trajneri i njohur italian, njëkohësisht arkitekti i triumfit të kombëtarës italiane në Kupën e Botës 2006, Marcello Lippi, nuk do të kthehet të stërvisë më asnjë skuadër në Serie A. Gjatë një prononcimi për mediat, Marcello Lippi pohoi se ka dëshirë që ta vazhdojë profesionin e tij të trajnerit edhe për 2 ose 3 sezone të tjera, por me siguri një gjë të tillë nuk do ta bëjë më në kampionatin italian, por jashtë. Në këtë mënyrë janë shuar edhe zërat dhe shpresat e tifozëve juventin, të cilët ndërronin një rikthim të Lippit në krye të skuadrës bardhëzi. Nuk do të trajtoj më skuadrën e Juventusit, jo sepse nuk dua, por sepse kanë vendosur që 2 apo 3 sezonet e mia të fundit si trajner të mos i kaloj në Serie A, por jashtë Italisë. Në këtë rast do të pranoj vetëm një ofertë që do të më duket e drejtë, e që do të më jap një stimul të rëndësishëm për të punuar. Ka pohuar trajneri i cili ka pasur mjaft arritje të mëdha me Juventusin, ndërsa për pak kohë drejtoi edhe skuadrën e Interit. Kam drejtuar deri 6 vite gjysmë më parë skuadrën e Juventusit dhe kam parë që sa herë klubi është në vështirësi, përmendet emri im si trajner. E vërteta nuk është kështu. Unë kam punuar 8 vite me Juventusin në total dhe për këtë jam krenar. Por e përsëris, definitivisht nuk do të stërvis më në Itali, por vetëm në një kampionat tjetër jashtë këtij vendi. Por fundoi Marcello Lippi, i cili duke ju përgjigjur gjitha pyetjeve të gazetarëve, ka vlerësuar shumë figurën e trajnerit aktual të kombëtarës italiane, Prandelli, ndërsa ka thënë se Del Piero është një ikonë e Juventusit dhe që mund të luajë deri në moshën 40 vjeç.